Pak ma tepër estetike, është pak ku po tani në ty. Ku po tani në ty. Se ka stile ku po tani në ty. Nga çmimet nga jashtë, sjellën edhe probleme nga mrena. Ne kom që çantë mirë izimjake, kushton 5.000 euro. Seriozisht, çanta 5.000 euro? Izimjake. Okej. Edhe u afrova mi a dhonë 1 letër, sa unë nuk du pare për ti. Edhe na gjuhën e tina që shta më tha, pata qef me të pa, edhe që po të shumë mas 10-15 viteve, se Prishtina nuk o Prishtinë pa ty. Shërmiq, jena këtu me zonjën e Qeherit, e cila kujdeset më shumë të presje ka lind nana, o duk bukur, o vesh bukur, edhe mbi të gjitha, o komentu dhe o komplimentu prej shumë njerëzve, prej shumë fytyra publike. Po kush është këtu? Është zonja Ajshe. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Zonja Ajshe, unë e thash që je femra me stilin më të mirë të qytetit. Presit ka lind nana, je vesh bukur. Me qenë se, me thonë jam vesh bukur është pak abstrakte, por unë kam lind fshat, veç e di se qysh nga feminia i kom ban anës probleme bashkë për shkak veshe. Ka thonë nana se jam vezvese, se po du diçka që ajo nuk ka në repertuar, sajnë që diçka që s'munët me më ofru. Kurse ma vonë, me kalimin e kohës, kur ne jam ba e panvarën, atëre kuptohet, kum zgjedh vetë që ka du. Besoj që vesha e nuk është ekstravagante, është pak ma tepër estetike, është pak ku po tani në ty. Ku po tani në ty. Se ka stile ku po tani në ty.